Përshëndetje, hajde të këshyrim se çka kena marrë sot në Sephora. Sot kena marrë veç parfuma, se që tregova, parfumat nuk kam qef mi marrë shumë në Kosovë, i marrë qef në Itali, se ju qëndron njëra shumë a qatë edhe janë matë mirë definitivisht. Pas pari, i po marrë serumat nga Kerastase, 3 copa, njanin e kom dhurat, edhe një e kom ble dje, se nuk e di kur vi ma, kështu që me i pas. Edhe e kom marrë këtë maskën e flokëve, po ashtu nga Kerastase, nuk e di shumë ma ka dash në flokë qëtë maskë, edhe kom e vazhdu me përdor. Tjetër, niset nga Eurosel. Një mask me hyaluronik acid, shumë ishe mirë, që tash të provoj. Një parfum Comfort, më duket ish dali i ri edhe pse jo, tash hajt të provoj. Një parfum Givenchy, më duket ma keni pa një story zik, e kom marrë një verzion tjetër, tash të provoj. Edhe di që jem njeri i qmendur mas parfuma, kështu që po. Shkaj Chanel. Një parfum Chanel edhe një e kom marrë në sasi sa të tjetrin, nga Chanel e kom marrë 30 ml edhe e kom qel direkt, se tash me majtë në qanë, te i primi. Shtu edhe sasia ma vogël, shtu që veç këshën sa cute bre. Nuk është shumë i madh, i vogël është. Edhe nejsa, me avri këto paketime. Një diar edhe e kom qet një concealer to face it, kështu e vogël, me marrë me vete me herë nëftime, ose me majtë edhe në qanë gjatë ditës qërë saj bukur bre, shumë cute, ama unë i kam 2, kështu ma të ndaja, po që ke më pëlqen tepër se me marrë me vete i qëtë konë. Tjetër që ka, veç të testira, që mi kanë qitë Charlotte Tilbury, edhe nuk e di, a vlejnë me bleja jo, po që se kena me testë. Kështu që ka qenë blerjet e mia.